Që i kemi, që ka pjaunin. Shko u gjithë. Kjo ka kriju një situatë revolucionare në vend, që po boj ka hiqbe mus me dalë mos zgjedhje. Që shtu e kije gjithë. Na përmenën kemi pasë normalisht që kjo pa përgjithësi. Mus me ka një policie, me i besu, një gjukate, një prokurori, një AKI-je, ikni për këtu i ta drejë që i kum krejt masovikishme. Pse? Ikni more. Jo, më do të me bojnë institucione. A partijës me i besu, partijës të Albin Kurtit me i besu në këtua. Se pi bën të krahasime. Pasha zotit me metë veç partija Albin Kurtit 24 orë që du sjetoj. Pse pi bën të Besër po ta japë. Pa ajo që është e mendimit tënë, por gjithsesi. Se a kom drejtën e me dhonë mendimin të? Po. Se pe japu në këtë mendim, por çka? Kryeministri nuk i përgjigjet prokurorisë. Halili Ismet si zgjidh punë, ky është për analizu, me gjetë probleme. Kryeministri nuk i përgjigjet. Do ta kishte s'kisha nejt as i ditë. Po mos u ktheni me fol dy ka dy tash, se kjo s'ka kuptim. Fala. Që keni ndërhyjme mua, jo anej mu kthy me fol tash. Po ti s'më nalen as me ndërhyj as me vazhdo. Jo, nuk është e vërtetë zoti kryesor, se u po moni gjerota. E us po përgjina. Okej. Jo, çfarë? Unë po du me thonë që në vendin ku Ministria e drejtësisë e sulmon prokurorin, kryeministri nuk shkon te prokurori, kur e thirr. Ose vetë që shumë e jetu zoti kryesor. Ka klasifikacion. Jo. Normalisht kjo është papërgjegjësi institucionale dhe politike, për atë arsye edhe janë zgjedhjet, edhe janë mekanizma të tjerë, besoj që shteti jonë dhe demokracia ka mjaftu shumë mekanizma me mas me qenë e rrezikshëm vendi për me jetu. A duhet me pas institucione më tjera? Kush me nol? Po sa të me dash të ndalë opozita, sa të me dash të ndalin qytetarë? Kush? I ka ndalë qytetarë. Po si qytetarë zoti kryesiu. Po këta janë të dash të nes ma shumë. Po tash çka ka po këtë me Serbinion. Unë shoju. Shqyqat, është nuk o problemi jam pse e dojnë qytetarë. Qepoju, shiko, një vend që ka ushit mentalisht nacionalizm primitiv, kur edhe maturantët pengojnë në Republikën tonë, jo dikun jashtë, ata s'ka nërë prej Aloske. Pasha zotin keq i keni punët. Pasha notën e sotit keq i keni punët. Kush jem ata? Fëmija për ju pengojnë. Kush i kem keq punë? Fëmija. Kush i ka për keq Nga qka? Si Kosova, po si? Mendimtarët politikë zotit Kurti. Jo, po ju përket edhe juve me ngritë zonin. Po në zonin jem të e ngritë. Po. Po që si të ngrisëm që shko që valili. Jo, shiko, jonë do regula më të lojës demokratike, se jo që shko që valili. Po jonë dhe do regula. Drejtori policisë Kosove, zoti kryesiu, qohet edhe të thot, ngritja tre gishtin o provokim. Ngritja tre gishtin o triniteti fetar, lidhe me provokim nacionalist shko, që kanë përdor falongat, fashizat e Miloševićit, kjo s'do më honë që ajo është provokim. Po e ka marrë atë konversacion, e kërëzot drejtori policisë, që ka mendon fshatori primitiv atje? Po e ka marrë atë konotacion. Për shembull, nëse